Që ju dini edhe mëngesat e Islandës cilat i ka pas. Ne dim se Islanda ka pas të paktën 4 lojtarë, kësh nuk i ka pas të inkuadrum. Mendoj të thotë që Kosova është paraqit në mënyrë shumë mirë, të mundshme, edhe pse do të thotë ndoshta pak në pjesën e parë disi të thotë duhet të jesh i kujdesshëm kur e ke rezultatin pozitiv dhe nuk duhet asnjëherë të pësosh gol, për arsye se mund të kthehet komplet rezultati në favorin e kundërshtarit. Si do që tjetë, mendoj që djemë bënë maksimumin, në dhanë gjithë shka, ajo që duhet të përgëzoni janë djemë, futbollistat, trejneri, me stafin e vetë, gjithë njerë që kanë qenë përreth federatës, për arsye se për neve është më rëndësi kualifikimi, matutje si Kosovë, si shtetë, dhe po tregojnë ditës që futbolli jonë është ngritje dhe sipër. Ajo që më bëri përshtypje mua do të thotë për cilën pas shumë viteve, pas shumë zhurmave, dilemave, debateve me njerëz, kemi pasur që djemt nga liga jone meritojnë të luajnë kombëtare. Ndërsa kena pas shumë zëra që se meritojnë. Por nëse shihni sot me informacionin tash të qetë, 7 lojtarë kanë qenë Superligës Kosovës që kanë dalë nga kjo ligë, që luajtë sot titullar, të fillu prej Ramonit, pastaj Delloves, Selir Krasniqit, Mërlloj, do të thotë ishte Muriqi, Krasniqi, do të thotë Termali, Rashica, edhe gjithë formacioni, veç fotën e kena për jashtë. Kjo është që ju në maherët kena potencuar për media, kur do të kishëm probleme si Kosovë, dhe mendojshëm që vetëm ata që rrinë në Gjermani dhe në Zvicër dinë me luk futboll. Ndërsa na këtu nuk di me luk futboll, është e kundërta. Por arsye do të thotë që djemt cilë kanë dalë nga liga jonë, ndin peshën e fanelës, ndin peshën e shtetit ma shumë jolla ta pse se ndin, me gjithë respektin. Por duhet të ambizotrosh ti skuadrën me djemë që kanë dalë nga kjo ligë, për arsye se din do të gjithë vujtjen e popullit tonë dhe vendit tonë din me sakrifiku për fanelën tonë. Mendoj që kjo do të ka bërë i kalon një frym pozitive, nëse shohim se nuk du me kalu të kombëtarja tjetër, por ata njëjta frym do të ka kualifikuar Shqipërinë me djemë nga Kosova dhe Maqedonia. Njëjtën gjë mendoj që sot e ka bërë dot Kosova kur 90% ka qenë djem nga kjo ligë dhe ata djem motivu dhe kanë jap gjithçka nga vetja. Edhe pjesa taktike mendoj që ka qenë mirë. Ajo që më bëri përshtypje të selektorit është ndryshimi në mesfush, për cilën do të pam 2 mesfushor të cilët bënin punën e jashtëzakonshme. Pastaj pas rezultatit pozitiv, mendoj do të thotë që bëri mirë pasi Kosova tash ka mund të më them lirisht që ka mbrojtjen më të mirë nga pranimi në FIFA dhe UEFA. Të ditë që ka një Dellov të jashtëzakonshëm, një Amir Ramon të jashtëzakonshëm, një Selir Krasniq, e cilët i kini treshë në mbrojtje që nuk ka pas asnjëherë mbrojtje më të mirë Kosova deri me tani. Mund të provoj luaj edhe me 3? Po, mund, unë kam potencuar sot në emision kur isha do trajneri duhet në moment që mungojnë vingerat apo mesfushorët e krajt, mund ta ndryshoj skemën e lojës për arsye se ka një stabilitet shumë të mirë në defanziv dhe mund nga krah të dalë shumë shpejt në kundërsolën për marrë ditë finalizimi. Ajo çka mendoj që kena ngecë do thotë ka qenë Ermali Krasniqi, për arsye se Ermali nuk luan atë pozicion dhe ka vështirë Ermali me lujtë si mesfushor i krajt djathtë, vetë natyra Ermali është gjithmonë mesfushor i krajt majtë dhe e sulmon hapësirat të thellësi do thotë nga brenda. Edhe mendoj që do thotë që te Rashica është kritikuar do thotë edhe para se me lujtë këndeshë. Komptone publikisht nuk duhet kritikohet Rashica është në yll i Kosovës, edhe para Rashica Kosova nuk ban, pa marrë parasysh që mund ta keni ndeshje dopt, por nëse shihni do të loja Rashica sot dhe të golit të pasimit që ka bërë Rashica te Muriqi do të asist është një asist i cili e bën lejtar vetëm të pavenda këto kritika për Rashicën se mos pas ndeshjes po. Jena euforik Larik. Jo pavenda se Rashica është në yll i Kosovës. Dhe Rashica ka bagazh. Rashica vetëm duhet vetëm duhet ta thoshë është shumë rëndësi me imaj që unë kam potencuar edhe sot që Rashica është të sakrifikuar për kombëtaren tonë. Pse? Po luni pozicion i cili s'është adekuat i tij. Po të luaj Rashica në pozicionin e tij dhe ta kemë nani mesfushor kreativ në pozicionin e 10-shit, mendoj që do të jena shumë bafrytëdhënëse me Rashicën e me Zhegromin i cili